يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، të gjitha falënderimet tona vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Të gjitha salavatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi të gjithë familjen e tij, të gjithë shokët e tij dhe të gjithë besimtarët të cilët shkojnë vetëm sipas rrugës së tij. Të ndashëllazën, në hutbën e kaluar e kemi trajtuar çështjen e aftësisë për të kuptuar sakt. Dhe e pam se me të vërtet ajo është një begati e Allahut, të cilën ai jep kujt të doj për robëve të tij. Mirë po, aftësia për me kuptu sakt është lidhur me një çështje tjetër shumë të rëndësishme. Ajo është leximi. Domethënë, aftësia për të kuptuar sakt është lidhur me leximin. Sepse në shkurt leximi është çelësi i diturisë. Leximi është çështje e cila i zhvillon të menduarit njeriut. Sepse si i gjithë trupi i njeriut, si të gjitha gjymtyrët e njerit, aq më shumë që janë aktive, aq më shumë ato zhvillohen. E kështu është edhe çështja e trunit. Aq më shumë që truni është aktiv, aq më shumë zhvillohet. Dhe çështja e zhvillimit të trurit lidhet shumë edhe me çështjen e leximit, sepse shkencëtarët e kanë vërtetuar edhe kanë studiuar këtë fakt që njeriu aq më tepër lexon, aq më shumë i zhvillohet të menduarit dhe aq më tepër i zhvillohet truri i tij. Çështja tjetër është sepse leximi e pasuron njeriu me shprehje, e pasuron njeriu me fjalë orë. Për ndryshe, ai personi që lexon pak, ose i cili nuk lexon hiç, ai nuk mundet me lidh dy fjalë. Pra për këtë arsye besimtarët duhet të kushtojnë rëndësi të madhe leximit. Sidomos nëse e shohim faktin që Allahu fuqiplot pejgamberëve të tij u ka zbritur libra. Allahu fuqiplot rrugën e tij e ka sqaruar nëpërmjet librave. Dhe është e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cilën Allahu e ka veçuar me zbritjen e Kur'anit. Dhe është veçori e këtij libri sepse Allahu e ka filluar zbritjen e tij me fjalën Iqra, lexon. Pra e shohim se Kur'ani, çështja e parë me të cilën ka filluar është urdhri për të lexuar. Dhe për këtë muslimanët duhet të krenohen, sepse askush prej popullit në botë nuk e ka anë librin e tyre të shenjtë i cili ka filluar me fjalën lexo. Mirë po fatkeqësia është sepse muslimanët pavarësisht se kanë këtë libër, ata ndoshta janë pak që mos e pakti lexojnë sot. Dhe kjo është fatkeqësi. Pra çështja e rëndësisë së leximit i shtohet fakti që nëse leximi bën librin e Allahut, atëherë me të vërtet këtë person Allahu e ka begatuar në shumë aspekte. Sepse Allahu e ka sqaruar vetë në Kur'an. Dhe thot kitabun anzalna ilayka mubarak li'tadabbaru ayati. Thot ky libër të cilin ta kemi zbrit ty o pejgamber
është libër i bereqetshëm, të cilin e kemi zbritur me qëllim që njerëzit të angazhojnë mendjen e tyre rreth tij. Pra Allahu ka zbritur libër që ta lexojmë edhe që ta angazhojmë mendjen tonë rreth kuptimeve të tij. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në hadithin e tij: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri për jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Sepse me këtë ka arritur që ta mësoj fjalën e Allahut. Sepse me këtë ka arritur që të meditoj rreth kuptimeve të fjalës së Allahut. Dhe a ka çështje më madhështore se sa kuptimet e fjalëve të krijuesit. Po pastaj leximit ja shton rëndësinë nëse angazhohemi për të lexuar fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse angazhohemi për të lexuar hadithet, sepse hadithet e pejgamberit janë fjalët që më së tepërmi e sqarojnë fjalën e Allahut. Hadithet e pejgamberit janë më së tepërmi që na njoftojnë me Allahun subhanahu wa taala. Hadithet e pejgamberit janë që na kanë sqaruar çdo gjë. Pra edhe angazhimi duhet jetë më i madh edhe në leximin e haditheve. Po pastaj nëse ja shtojmë leximin e librave, në të cilën dietarët me aftësinë që Allahu ja ka dhënë, ata na kanë sqaruar kuptimet e Kur'anit. Ata na kanë sqaruar kuptimet e fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por këtë arsye në sot nuk mundet dikush më arsyetu, edhe me thonë se nuk ka libra. Nuk mundet dikush sot më arsyetu edhe me thonë se nuk ka kushte. Sepse sot më së tepërmi ka kushte për të lexuar. Edhe ka libra dhe fal. Mirë po megjithatë të pak janë ata të cilët angazhohen për të lexuar. E po pastaj nëse kësaj ja shtojmë edhe leximin e librave të dobishme, leximin e librave të shkencave, siç është mjekësia, siç është teknologjia, siç është inxhinieria. Pra i shohim sot se bota ka arritur këtu ku ka arritur vetëm për shkak të hulumtimeve, vetëm për shkak të leximit. Për këtë arsye ne duhet të vëdësohemi. Edhe duhet të kthehemi urdhrit të Allahut, sepse urdhri i Allahut për të lexuar është për të gjithë ne. Dhe për këtë arsye nëse ne nuk e kemi kryer këtë urdhër, atëherë do të përgjigjemi para Allahut subhanahu wa taala. Pra ne shohim se muslimanët leximin e kanë ibadet. Mirë po, se sa e kanë arritur që ta kryen edhe ta përmbushin këtë ibadet, është çështje tjetër. Edhe është çështje që tregon se sa janë larguar ata nga rruga e Allahut, se sa janë larguar nga porositë e Kur'anit, se sa janë larguar nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj si përfundim, le të jetë kjo porosi e kësaj hutbie që të angazhohemi sa më shumë për të lexuar, sepse është çështje që kthehet vetëm në dobinë tonë. E pastaj kthehet në dobinë e shoqërisë, sepse leximi është pasuri prej pasurive më të mëdha, e cila nuk mund të çmohet me parë. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على سمعهم والشكر على توفيقهم امتنائهم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Mirë po përveç tjerash, derisa ne e shohim se sa është e rëndësishme leximi, në anën tjetër duhet të kemi kujdes që të mos lexojmë çështje të cilat vinë në kundërshtim me fenë e Allahut. Duhet të kemi kujdes që të mos lexojmë ato libra të cilat e luftojnë rrugën e Allahut. Të mos lexojmë ato libra të cilat vinë në kundërshtim me besimin tonë në Allahun subhanahu wa taala. Dhe me të vërtetë ato libra janë të shumta sot. Dhe këtë duhet të kemi kujdes, sepse dietarët kanë thënë çdo person i cili ka shkruar libër, me të vërtetë në atë libër i ka paraqitur edhe ideologjitë e tij. Me të vërtetë në atë libër i ka paraqitur edhe mendimet e tij. Prandaj, nëse është një person i devijuar, nëse është një person që nuk është besimtar, duhet kemi kujdes në librat e tij
sepse me të vërtet kjo libër mund me qenë shkaktar që ne të rrahim të humbim nga rruga e drejtë. Mirë po fatkeqësisht librat e tilla i shohim në shkollat tona. Ne i shohim se libra të cilat u mësojnë fëmijëve tanë se njeriu e ka përjallin për majmunit. Dhe me të vërtet fëmijët tanë janë të detyruar të lexojnë këto mësime. Dhe kjo është fatkeqësi. Dhe me të vërtet duhet të kemi kujdes nga librat e tilla. Edhe duhet të edukojmë fëmijët tanë që ata të lexojnë sa më shumë. Mirë po duhet të edukojmë që të kenë kujdes se çfarë duhet të lexojnë. Dhe fëmijët tanë pika e parë që duhet të lexojnë është duhet të lexojnë fjalën e Allahut. Edhe duhet të lexojnë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe duhet të lexojnë fjalët e dietarëve të Islamit, sepse vetëm në këtë formë ata duhet të formsohen. Vetëm në këtë formë ata duhet të edukohen e pastaj të përveshën punës, të studiojnë shkenca të tjera që atyre u intereson e që ata përcaktohen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.